Profesor, mua më pëlqen shumë ky libri me emrat e vendeve. Dhe këtu ke për shembull Nishi, Naisus. Po. Palokastra, Panote. 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 Ku është theksi? Është por punon etimologjia popullore, thash. Populli, njëherë ajo pse është ndrua në-ja në l, është karakteristike dialektit. Po gjithë qytete këto, profesor? Qytete, vetëm qytete? Qytete. Do të Shkodra? Shkodra. Edhe lume ime duket ke, apo s'ka lume. Çfarë? Kam harruar të vënë një lume. Jo, lume ke? Shkumbini? Skampinus? Po. Po Osumi? Osumi nuk diskutohet nga të huajt, nuk diskutohet. Jo, ka Osumi, ka. Ky Vjosa është interesante. Tomorit, Tomar. Po, e thonë që të gjithë këta kundështarë të thonë se Tomori nuk mund të dilë nga Tomaros. Po nga kush dilë? Do me thonë, në bazë të rregullave të Shqipës, duhet të ketë qenë një popullsi ndërmjetëse para Shqipës që ka shndruar në Tomor. Dhe unë përgjigjem atje se fjala Tomor del ashtu si thonë këta slavët, po të marrësh vetëm Tomaros. Mirë pa atje prioritetin në burimet greke dhe latine, prioritetin e ka fjala Tmaros, edhe prioritetin kohor, që për herë të parë i Virgili kështu e jep në formën Tmaros, jo Tomaros. Dhe në shumicën e rasteve del në të dyja format, Tmaros dhe Tomaros. Ti s'ke të drejtë të marrësh njërën dhe të përjashtosh tjetër formë. Po ti marrësh të dyja format, parasysh me rregullat e Shqipës del fjala Tomor nga ato. Vlora, Avlona. Po. Shumë interesante këto. Zgërdheshi, Skydreon. Po. Këta në kontributet e mija. Po. Qam, Tjamis. Lumi. Këte ka bërë një ingles për herë të pare, kanë se një kolonel ingles. Buna, ja, Lumi, Buna. Barbana. Barbara, po. Shumë interesante. Bual Dhëmbel, Ombalion. Osum, nuk e thamneve. Osum, si e kishte? Apsus ka qenë. Osum e Apsus. Apsus. Kjo të regon, Apsus, kjo të regon, sepse këtë fjallë ap e ka vetëm ilirishtja, do më në e quan me ujin, me ap. Po emra tjerë, po themun Çorovod, pse, apo s'ka qenë qyteta? Çorovod, s'ke burime, se di duhet të krososh, lëvizi ishte kështu, dhe do likë Jo, Çorje Voda, kështu, është slavë. Po janë shpjegime popullore. Okej, vinte kjo tjetra, profesor, në gjurmët e perëndive dhe mitologjisë ilire, do thonë, mitologji nuk kishin vetëm greket. Po. Kishin edhe ilirët. Të gjithë popujt kanë mitologjit atyre. Po, greket e kishin kështu si... Greket e lanë të shkruar. Ne s'kemi të shkruar. Ne nuk e kemi të shkruar. Disa, dhe ardhja e krishterrimit. Krishterrimi nuk mund të pranon dhe mitologjit të tjera. Por ne tani, kështu që edhe ne kemi të cunguar mitologjinë. E kuptoj, tani vim të kjo kryevepra tjetër. Kjo është kryevepër e periudhët shqiptar të lashtësisë. Do me thënë, këtë ti e ke vënë si titull, po e ke marrë nga një historian nobelist, Teodor Mommsen. Po titulli është shumë i bukur. Do me thënë, ajo teoria që e periudhës ishin as Helen, as Ilir, ti e poshtë e periudhët ishin shqiptar të lashtësisë.